Përgjitemi grupës së Glubocit të Malishevës, ku me 26 shtator u masakruan 13 shqiptarë nga ky fshat, nga Plaçica, Glareva e fshatra të tjerë të kësaj ande. Në shkollën e Glubocit janë vendosur 33 antar të familjeve të Avdej Sadri Mehmetajt nga Ceroviku i Klinës, kurse disa qindra metra më tej, në një lugin, barejnë kasollat ku ishte strehuar familja e Recep Pajazitajt, po ashtu nga Ceroviku. Derisa antarët e kësaj familje, edhe në qiellin e hapur përpiqeshin të kryejnë obligimet shtëpiake, Xha Rexhepi i sëmur nga sheqeri na e çante dertin e vet duke apeluar për një përkujdesje më të madhe të punonjësve shëndetësore ndaj të sëmurëve në malet tonë. Arrin në buçak të Globocit, ku banorët e tij pastronin veturinat nga gërmadhat që i shkatruan militarët e paramilitarët serb. Konstatojnë shtëpitë e djegura e të shkatruara tërësisht. Nuk u kursye as kulla 110 vjeçare, më e vjetër në këtë anë, ajo e Liman Zenës. Trashëgimtari i familjes Zena, Banushi, tani bashkë me 90 antarët e familjes së tij jetojnë në këtë ahër të vogël, ku në vend të tepihit të djegur kishte shtruar kasht. Botat serbe të stacionuara në Arlak dhe në Gjergjic sulmojnë vazhdimisht fshatin Negroc. Në një mbrëmje ishin dëshmitar të djegjes së pasurisë së banorëve të këtij fshati. Ditën, kamermani ynë, Abaz Zeka, në këtë fshat xhiron qindra shtëpi që pësuan nga ofensiva serbe. Në Negroc nuk u kursye as objekti i shkollës fillore Jusuf Gërvall.